Kryeministri Edi Rama shfrytzoi podcastin e përjashëm për të përsëritur se Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian se asnjëherë më parë. Rama shpjegoi se raporti i BAR është në fazën e diskutimit nga vendet anëtare e pas miratimit të tij mund të nisë procesi i mbylljes së kapitujve. Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Kryeministri Rama listoi reforma të cilat sipas tij kanë bërë të mundur avancimin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Reforma në drejtësi, transformimi i administratës, digitalizimi i shërbimeve, modernizimi i ekonomisë, investimet dhe transformimet në energji, infrastrukturë, standardet të reja në sektor strategjik nuk janë pjesë shkëputura dhe asnjë listë fjalësh pas të cilave ka pak përmbajtje, por janë hallkat e një zinxhiri gjithnjë e më solid të ndërtimit të shtetit evropian të shqiptarëve. Prej disa muajsh në Bruksel, përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s po diskutojnë raportin e piketave të ndërmjetme, të njohur me emrin IBAR, por deri më tani ky raport nuk është miratuar. Pa miratimin e IBAR, Shqipëria nuk mund të nisë mbylljen e asnjë prej kapitujve që janë kusht për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.